Se mos me kesh me fol me shoqëni një gjuhë që është më e afërt për mua, gjuha amtare. Është 23 vjeçare, por me 10 vite angazhim në punë vullnetare, avokim dhe aktivizëm të pandalshëm qytetar. Amina Kaja nga Prishtina sfidon kufijtë e përkatësisë dhe përfshirjes në Kosovë. E shpërblyer me çmimin Heroine e Harmonisë për angazhimin e saj në komunitet, avokim dhe ndërtim të paqes nga zyra rajonale për bashkëpunim rinor. Amina mishëron vlerat e një shoqërie gjithëpërfshirëse. Dhe këtë e bën me që rritur në një familje të përzier bosnjake dhe turke, e ka kuptuar se vetëm me tolerancë gjithëpërfshirja është e arritshme. Po unë vetë jam minoritete dhe prej kësaj rrjedhë, është ajo më personalja që kam, flasim bosnjakisht në shtëpi, kështu që është një diskonekt i madh, se mos me kesh me fol me shoqëni një gjuhë që është më e afërt për mua, gjuha amtare. Amina nisi të ngrisë zërin kur u angazhua si ambasadore e re evropiane. Në këtë rol ajo inkurajoi të rinj dhe grupet minoritare të jenë aktive në komunitet, të kërkojnë më shumë hapësira dhe të mos heqin dorë nga identiteti i tyre. Këtë ajo e bën duke marrë pjesë në 10 projekte që lidhen me edukimin, ndërgjegjësimin dhe fuqizimin e të rinjve, veçanërisht nga komunitetet jo shumicë. Projekti quhet Up to Youth, që do të thotë pjalojmë rinisë në dorë ndryshimin, edhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme që na si rini prej moshës diku 15-16 vjet deri 20 e diçka, që me pa direkt se si është jeta e komuniteteve të marginalizuar edhe zonave rurale që janë në Kosovë, po edhe njëkohësisht ka qenë shumë shokuese me pa që çfarë dallimi është në Prishtinë edhe me një vend që ndoshta është një orë as çaq larg me vetur. Amina tregon për impaktin në praktik të projektit në fjalë. Kemi pas edhe grante të vogla për biznese të ndryshme, edhe kom një shoqë që është Azizia që e kum taku gjatë projektit, e cila në vendin e vet e ka hap një shitore ku i krijon vet ëmbëlsirat edhe tortet, edhe i shet vet, edhe që disa vjet është duke punu me sukses, kështu që kjo është një prej historieve të suksesit më të mira ndoshta që kanë dalë prej projektit edhe që të bën me undi krenare për punën që e ke bërë. Por ajo thotë se gjuha mbetet një barierë e madhe në aktivitete dhe trajnime, pasi thotë se shpesh nuk merren parasysh minoritetet dhe nevojat e tyre për përfshirje gjuhësore, duke u pritur që ata t'i përshtaten shumicës. Gjuha është një barierë shumë e madhe, fatkeqësisht vazhdimisht veç flitet shqip në trajnime të ndryshme, në përfundori ndryshme, edhe kur po ka minoritete, njerëz nuk po kujdesen që me fol në anglisht ose pak mi u ndihmu atyre me kuptu presin që gjithmonë minoriteti mi u përshtat. Ajo thotë se aktivizmi duhet të jetë më gjithëpërfshirës, me një qasje më të hapur që të mundsoj pjesëmarrjen e atyre që nuk kanë pasur mundësi të angazhohen që nga fillimi, duke e bërë më të lehtë kuptimin dhe pjesëmarrjen për të gjithë. Zhargoni që përdoret duhet me qenë pak më i thjeshtë, nuk kuptohet, jo gjithë e din, jo gjithë janë të njohur dhe jo gjithë kanë energjinë funditës me ul, me analizu çka ke dashur me thonë, kështu që duhet me kënë më i qasshëm, personi se aktivizohet me qenë më i hapur, më mikpritës, më pozitiv. Nuk kuptohet jo çdo situatë lejon këtë pozitivitet, po kur mundemi thjesht me u mundu me mikprit sa më shumë njerëz në rrethin tonë, se është lehtë veç me fokusuar çat një protest, po puna me komunitet duhet me i lidh shumë njerëz tjerë me ty edhe jo me punu veç me qatë rrethin e aktivistave që e ki. Studentja mjekësisë jep merit për aktivizmin e saj dhe të qenët vullnetare rrjetet të ambasadorëve të rinj. E kemi kriju një shoqëni qaq të madhe me ambasadorët e ri, jo vetëm të Kosovës, por edhe të shteteve tjera, sa që më ka tregu që realisht pa punu me komunitetin edhe me njerëz për rreth edhe pa bashkëpunu me persona prej prapavijave të ndryshme, nuk mundet me u boj njëjtin ndryshim. S'magjin mja, po ja kum pa këtu me rjetin e ambasadorëve të ri, se kemi ambasador prej Shqipërisë, prej Serbisë, prej Bosnjës, Maqedonisë. Kështu që aty e kum pa që edhe çaj dallimi në gjuhë që e kemi në kulturën, fraza dhe në terminologji që i përdorim më shumë jo ëmbël, edhe pikërisht që ato ndryshime që sjellin një ndryshim pozitiv dhe një transformim më të plotë në komunitet. Amina si e vogël e donte poezinë dhe kur u rrit e transformoi në një platformë aktivizmi duke shkruar për temat me ndikim për të ngjallur ndërgjegjësimin rreth dukurive që kërkojnë vëmendjen e shoqërisë. Këtë formë ajo e sheh si një mënyrë tjetër autentike të shfaqjes së vetës dhe një mënyrë unike për të avokuar. Më ka ndihmu shumë që do tema të reja me i hap me popullin që do shta pe edhe në perspektive cilat nuk e presin, kom shkrujt ashtu në perspektivë të grave që janë të vrame prej burave, për fëmijë të rom që e kanë punën në për rrugë të nditën e kështu me radhë, dhe kështu që kom shumë tema që mundon me jep një perspektivë të re të këta persona, që kur e ndëgjojnë edhe performancën me shumë emocion, ata me thonë, nuk e pas na mendu kështu edhe shumë mirë që dikush po ma tregon edhe me një mënyrë të vrullshme që po më jep qaq shumë emocione.
Puna vullnetare e Aminës e tejkalon aspektin e fokusit tek etnit, duke transformuar energjinë e saj aty ku ka nevojë. Ajo përmend një lojë basketbolli të personave me aftësi të kufizuar në kuadër të fushatës së Këshillit të Evropës, bllokoi urrëtitjen dhe shpërndai dashurinë, që i ka dhënë motiv për të ngritur zërin për gjithëpërfshirjen. Më kanë jep shpresa që mundet nëse punohet me njerëz ndryshëm që kanë nevoja të ndryshme, që janë prej komuniteteve të ndryshme, që edhe ata nuk kuptohet munden me arrit shumë, është veç puna e fokusimit të energjisë edhe të kohës tek ata persona, edhe kanë qenë shumë pozitiv, shumë me shpresa. Sipas Aminës, aktivizmi qytetar nuk është vetëm një betejë për të drejtat e një grupi të caktuar, por një angazhim i vazhdueshëm për një shoqëri ku secili individ ndihet i përfshirë. Në një Kosovë që ende përballet me sfida në integrimin e plotë të komuniteteve të ndryshme, Amina është shembull i një gjenerate që nuk e pranon ndarjen si realitet, por si një problem që duhet tejkaluar. Sa i përket punës, për mua është e rëndësishme edhe nëse nuk është një aktivitet që lidhet domosdoshmërisht me minoritetet, që atë frymën e minoriteteve me sjell, që me fol, ndoshta jo në emër të tyre, po sa ja aty me fol për ta, me përmend pabarazi që e kanë, me mendu për të lashet e tyre, kështu që duhet së paku me nguq ata që po folin për çato të lashe. Sidomos edhe duhet me votu për politikanë që mendojnë për minoritetet. Me angazhimin e saj, Amina dëshmon se komunitetet jo shumicë nuk janë pjesë pasive e shoqërisë kosovare, por duhet parë si një forcë ndryshimi.